Të gjitha komunave janë miratuar buxhetet e tyre komunale dhe kanë hyrësi të tilla në ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës. Mirë po problemi është që në këtë kohë shumë të shkurt me 10 miliona euro i unë marë komunave për shkak të vendimeve gjyqësore dhe normal që komunat nuk mund të zbatojnë projektet të cilat i kanë parapar me buxhetet e tyre komunale dhe normal që është pengesë. Do të thonë neve si asociacion kërkojmë që qeveria dhe Parlamenti i Republikës Kosovës në një të ardhme të shkurt ta bëjnë rishikimin e buxhetit në mënyrë që kërkesat e komunave të inkorporohen në gjatë procesit të rishikimit të buxhetit. Neve si Asociacioni Komunat Kosovës edhe për gjatë viteve të kaluara kemi kërkuar themelimin e grantit të 4 për investime kapitale. Vitin e kaluar e kemi pas blokadën institucionale, mirë po në strategjinë legislative të vitit kaluar ka qenë i parapar amandamentimi i ligjit për financa lokale, ku ky granti 4 për investime kapitale është i parapar në projekt ligjin final cilën është duke qëndruar në qeveri që disa vite. Dhe vetëm themelimi i grantit të 4 për investime kapitale do ta bëj shpërndarjen e drejtë në të gjitha komunat e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë politike apo përkatësinë etnike. Neve në Republikën e Kosovës i kemi të garantuara grantet qeveritare, si granti për përgjithshëm, granti për shëndetësi, granti për arsim, granti për kryeqytetin dhe komunën e Obiliqit, mirë po shumica absolute e kryetarëve mendojnë që ministritë e linjës janë duke ndarë mjete financiare për projekte caktuara bazuar në përkatësi politike dhe në përkatësi etnike dhe vetëm granti 4 bazuar në analizën si Asociacioni Komunat Kosovës do ta zgjidhë këtë problem një herë për gjithmonë dhe me themelimin e grantit 4 për investime kapitale gjithë kryetarët e komunat, gjitha komunat do të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe nuk do të ketë asnjë reagim nga kryetarët e komunave nëse kemi grantin e 4 për investime kapitale. Mirë po, në strategjinë legislative për këtë vit, Ministria e Financave nuk e ka parapar amandamentimin e ligjit për financa lokale, por e ka lënë për vitin 2028. Neve duam të shpresojmë që niveli qendror ta marrë parasysh kërkesën e komunave në mënyrë që gjatë rishqyrtimit të strategjisë legislative ta fusë për amandamentim ligjin për financa lokale, sepse kjo është zgjidhja e vetme për komunat e Republikës Kosovës. Domethënë, hidhja qëndron te ndarjet buxhetore nga ministritë e linjës, sepse grantet janë të garantuara. Po te ministritë e linjës, aty shumica absolute e kryetarëve mendojnë që ekziston një hile në ndarjet buxhetore nga këto ministri kundër komunave.